Shërbimet publike në Ballkan funksionojnë me ritme të paqarta. Qytetarët në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Serbi, Maltëzi dhe Bosnjë raportojnë rënje të vazhdueshme të besimit në institucionet shtetërore. Balkan Barometer 2024 tregon se vetëm 7% e qytetarëve në rajon shprehin shumë besim tek parlamentet. UNDP në sondazhin për Shqipëri në vitin 2023 raporton se 59% e qytetarëve e perceptojnë qeverisjen si jo transparente, ndërsa 62.7% shprehin se mungon llogaridhënia. Këto numra tregojnë se sistemi politik nuk krijon pritshmëri të qëndrueshme, qytetarët kërkojnë rregull të qartë dhe shërbim që funksionon pa improvizime të përditshme. Institucionet ndryshojnë rregulla dhe shpesh prodhojnë vendime që nuk mbështeten tek analiza ose tek standardet e qeverisjes. Në disa raste partitë politike ndikojnë direkt në administrat, shkruan Politico. Kjo praktik krijon paqartësi. Qytetari nuk di se çfarë vlen sot dhe çfarë mund të ndryshojë nesër. Në këtë klim, reagimet spontane marrin vendin e politikave afatgjata. Presionet gjeopolitike e shtojnë këtë pasiguri. Rajoni përballet me ndikim të shtuar rus, kinez dhe turk. Bashkimi Evropian ruan rolin kryesor për proceset e integrimit eci nga dal. Raporti i FEPS për vitin 2024 thekson se kapja e institucioneve dhe mungesa e sundimit të ligjit veten pengesat kryesore për stabilitetin demokratik në Ballkan. Qeveritë shpesh e ndjekin orientimin perëndimor në deklarata, por nuk e mbështesin me reforma të qëndrueshme. Shqipëria përjeton të njëjtën situatë. Reformat institucionale krijuan pritje për standarde të reja, por qytetarët ende raportojnë mungesë transparence dhe paqartësi në vendimarrje. Sondazhet e opinionit tregojnë se SPA gëzon nivel më të lartë besimi se institucionet e tjera, por kjo nuk përkthehet në besim të përgjithshëm në aparatin shtetëror. Sistemi prodhon raste e suksesi, por nuk jep garanci se këto raste do të bëhen rregull. Kjo panoram tregon se rajoni nuk lëviz me busull të qartë. Qeveritë marrin vendime sipas interesave të ditës, opozitat mbeten të fragmentuara dhe nuk paraqesin plane të zbatueshme. Institucionet teknike nuk shërbejnë si bosh stabiliteti, por si zgjatime të ciklit politik. Në këtë gjendje qytetari e humb orientimin. Ai sheh një shtet që funksionon sipas rrethanave dhe jo sipas rregullit. Ballkani ka nevojë për një rikthim tek parimet bazë të qeverisjes. Vendimarrja duhet mbështetet tek prova dhe jo tek improvizimi. Administrata duhet funksionojë me standarde të qarta dhe të matshme. Parlamenti duhet monitorojë qeveritë dhe të kërkojë llogari të hapur. Këta element krijojnë busullën që mungon. Pa to, vendet e rajonit lëvizin në drejtim të paqartë dhe shpesh reagojnë vetëm ndaj krizave.